Shëndetësia, krahasim me vitet kalume, me gjendjen e tanishme, ka shumë përparime, domethënë, e thashë më herët që Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka bërë punë të shkëlqyer deri tash, ku ka me vazhdu prapë me projekte tjera madhore çka janë. Fryma e lëvizjes vendose vrehet në terren të secili votues, të secili individ, pavarësisht në zonën se cilën jemi, ajo vrehet një disponim edhe është një atmosferë e mirë zgjedhore. Unë e thashë më herët që fokusin tim e kam nga ajo fushë nga vi, nga fusha e shëndetësisë, ku mendoj që kam me dhënë atë kontributin më të mirë të mundshëm.